Vitet e fundit është vënë re një rritje e numrit të fëmijëve me vështirësi në të folur, fenomen që specialistët e lidhin me përdorimin e tepërt të teknologjisë në moshë të hershme. Megjithatë, sipas tyre, shtimi i rasteve që paraqiten për trajtim lidhet edhe me rritjen e ndërgjegjësimit të prindërve për të kërkuar ndihmë profesionale në kohën e duhur. Kemi një shtim të rasteve. Kjo vjen si pasojë e qëndrimit të gjatë në rrjetet sociale apo në pjesën e teknologjisë që i lën fëmijët dhe për shkak të informacionit që është i shtuar tek prindrit, tashmë ata dinë ku të orientohen dhe dinë ku të shkojnë apo të drejtohen të ndryjnë në rastet e problematikave që mund të ketë fëmijët e tyre. Prindrit duhet të jenë të vëmendshëm ndaj shenjave të para që mund të tregojnë vështirësi në zhvillimin e të folurit tek fëmijët dhe të mos hezitojnë të konsultohen me një specialist. Çdo shenjë, çdo gjë që ata vënë re tek fëmia e tyre, që nuk është njësoj qoftë edhe me fëmijët e tjerë, duhet të drejtohen tek logopedi. Moskthimi i kokës, mungesa e përqendrimit, mungesa e imitimeve, mungesa e kontaktit me sy, janë disa elemente të cilët prindrit në momentin e parë që i vënë re duhet të paraqiten tek logopedi. 6 marsi shënon ditën ndërkombëtare të logopedisë, e cila synon të rrisë ndërgjegjësimin për rëndësinë e diagnostikimit dhe trajtimit në kohë të çrregullimeve të folurit, duke ndihmuar fëmijët të zhvillojnë më mirë aftësitë e komunikimit.